Shëndetje të dashur shqipfolës, duke qenë se janë duke ndodhur ndryshime shumë të rëndësishme momentalisht në Shqipëri dhe jo vetëm në të gjithë botën në fakt, dua përsëri të flas për gjithë shqiptarët, të mund të kuptoj, të shpjegoj se çfarë shoh në anën kolektive të asaj që po ndodh në vendin tonë. Momentalisht në Shqipëri janë duke fryrë erëra të ndryshme ndryshimi. Dhe midis atyre ndodhen edhe mbetje të një sistemi që nuk do funksionojë më tani në të ardhmen. Unë kam shpjeguar të videot pararadhëse që priten ndryshime të jashtëzakonshme nga ana energjike dhe kjo nuk është në dorën e njeriut, nuk është në dorën e askujt prej nesh. Dhe ajo që po ndodh në fakt është e reja që po lufton të vjetrën, por jo vetëm. Në Shqipëri momentalisht po fryn era e karmës. Njerëzit më në fund po kuptojnë se kanë të drejtë të kërkojnë të drejtën e tyre në mënyrë ndryshe nga sa është bërë deri tani. Pra, ne jemi kolektivisht duke kërkuar të drejtat tona në mënyrë jo agresive. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo flet shumë për emancipimin që kemi pësuar si kolektiv ne shqiptarët. Pastaj nga ana tjetër, gjithashtu ne jemi edhe duke zgjuar për herë të parë pas shumë vitesh për çarje besimin tek njëri tjetri. Më në fund kolektivisht ne mund të kemi besim tek shqiptarët e tjerë, edhe të shohim se ne nuk jemi ashtu siç kemi menduar në gjithë këto vite, nuk jemi as fajtorë, sepse Shqipëria nuk bëhet. Një pjesë e mban përgjegjësi për këtë, në fakt, sepse janë pasadës të një sistemi që nuk funksionon më, po gjithashtu ajo pjesë e cila është energjia e re, që mban energjinë e re dhe të shëruar të shqiptarëve, janë ata që më në fund po kuptojnë që mund të kenë besim tek vetja e tek njëri tjetri dhe kjo në anën kolektive është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër në Shqipëri gjithashtu po zgjohet edhe fryma e femërores të shëruar. Çfarë do të thotë kjo? Kam folur në video të tjera për energjinë femërore dhe mashkullore. Kur femërora shërohet, ajo nuk ka frikë ta ngrijë zërin dhe të kërkojë të drejtat e saj, nuk ka frikë të rebelohet dhe nuk ka frikë ta bëjë këtë në mënyrën më jo të dhunshme të mundshme. Edhe momentalisht në Shqipëri kjo po ndodh. Femëroja po zgjohet dhe po përdor zërin e saj. Dhe po ta keni vënë re, janë meshkuj, po gjithashtu dhe femrat ndoshta në një përqindje dhe më të madhe janë ato që po mbajnë dhe po ngrejnë zërin për të drejtat dhe të mirën e përbashkët. Nga ana tjetër në Shqipëri gjithashtu po ndodh një individualizim që në fakt është në të njëjtën përkon me të njëjtën ndryshim kozmik që po ndodh në të gjithë planetin. Është shumë interesante që simboli i këtyre protestave është flamingo. Flamingo ka një ngjyrë zjarri. Kjo është një simbolik shumë e bukur që e kam lexuar diku në një faqe që fliste për astrologjin, ishte shqiptare, më pëlqeu shumë dhe gjithashtu unë e lidha edhe me Feniksin. Duke qenë se ne në human design po hym në epokën e Feniksit të fjetur, në të vërtetë po hym në epokën e zjarrit. Gjithashtu dhe në astrologji shumë planetet ndodhen në shenja zjarrit. Çfarë do të thotë kjo? Po ndodh një pastrim karmik shumë i rëndësishëm i të gjithë mentalitetit, i të gjithë mënyrës së jetuar që është e vjetëruar dhe nuk bazohet në begati, nuk bazohet në harmoni, nuk bazohet në respekt për jetën, për natyrën dhe për njeriu. Kam bërë një video para 10 muajsh dhe kam folur se sa rëndësishme është që ne të kujdesemi për natyrën, pasi nëse nuk kujdesemi për natyrën nuk kemi jetë. Ajo na mban gjallë. Dhe duke qenë se ne po hym në këtë proces individualizimi shumë interesant, kolektivisht, nuk është e rastësishme që kjo protest ka gjetur si simbol, pra është një gjithmonë është asnjë gjë nuk është rastësi. Është pra ky zogu që quhet flamingo, po në fakt lidhet shumë edhe me zjarrin, pra me një epokë ku shumë gjëra do të lindin nga zjarri, po vjen një brez i ri fëmijësh që po lindin në këto momente dhe në vitin e ardhshëm, pra që do jetë një brez i cili nuk do, më shumë se sa Gen Z nuk do pranojnë që të mund të përulen asnjë autoriteti të jashtëm,
Dhe gjithashtu është duke ndodhur një pastrim, siç e thash, dhe me të drejtë rinia kërkon largimin e gjithë establishmentit të vjetër që ushqehet nga pushteti korruptuar dhe jo etik dhe jo moral. Dhe këtu nuk është vetëm politika, por janë të gjithë ata që kanë përshpënuar dhe kanë qenë krah tyre deri tani. Unë dua t'i them shqiptarëve që të kenë besim, të vazhdojnë të kenë besim tek vetja, tek njëri tjetri, tek jeta dhe të bëjnë çfarë ata munden, atje ku ndodhen, për atë që po kërkon koha. Do bëj dhe video të tjera për të shpjeguar pak më në thellësi. Faleminderit.